Pesë shtetas të Turqisë janë akuzuar për vrasjen e Enes Özdemir, një tjetër shtetas turk, që ndodhi më 8 maj në Shtyp, njoftoi Prokuroria Themelore Publike e Shtypit, pasi ka dorëzuar akt akuzën në gjykat. Njëri prej të akuzuarve ngarkohet se ka kryer drejt për drejt veprën penale të vrasjes dhe akuzohet gjithashtu për mbajtje pa leje. 3 janë akuzuar se kanë ndihmuar në kryerjen e veprës, ndërsa e pesta është një vajzë që akuzohet për ndihmë pas kryerjes së vrasjes. I akuzuari i parë është një djalë 21 vjeçar që ndodhej në maqeninë e veriut pa qendrim të rregulluar. Sipas së prokurorisë, në fillim të majit, ai kishte blerë një pistolet gjysmë automatike nga një person i panjohur në Shkup dhe më pas ishte marrë vesh me viktimën që të takoheshin në një kafene në qendër të Shtypit. Ata ishin ulur në një nga tavolinat në qoshet të taracës verore të kafenes dhe kishin biseduar rreth 15 minuta. Në një moment, i akuzuari kishte shkuar në tualet dhe ishte kthyer menjëherë, kishte nxjerrë pistoletën dhe kishte filluar të qëllonte drejt viktimës, duke i shkaktuar 6 plagë me armë zjarri, nga të cilat ai kishte ndëruar jetë. Sipas prokurorisë, 3 të akuzuarit e tjerë, megjithse kishin ditur planet e tij, i kishin ofruar mbështetje logjistike, e kishin strehuar në banesën ku jetonin dhe e kishin ndihmuar ta blinte armën. Ditën e vrasjes, sipas informacioneve të prokurorisë, ata e kishin transportuar deri në Shtyp. Prokuroria sqaron se pas vrasjes, ata e kishin thirrur të akuzuarën e pestë që t'i transportonte me makinën e saj në Shkup, por gjatë kthimit kishin vërejtur praninë e policisë në pikën e pagesës së Miladinovci. Ajo e ndaloi makinën rreth 300 metra para pikës së pagesës, duke i mundësuar autorit kryesor të dilte dhe të ikte jashtë rrugës përgjatë autostradës ku më vonë u gjet dhe u arrestua. Të tjerat vazhduan të lëvizin me makinë drejt pikës së pagesës dhe u ndaluan nga policia. 4 të akuzuarit e ndodhen tashmë në paraburgim dhe Prokuroria e Shtypit ka kërkuar që masa e paraburgimit të vazhdojë, ndërsa ndaj të akuzuarës së pestë janë vendosur masa kujdesi.